Qëndrimi në Tiranë ka arritur dhe deri këtu, tek liçeni Tiranës. Gjithmonë, sa herë që vi, më pëlqen të bëj një shëtitje, sepse e dua shumë dhe natyrën. Dhe dua të ndaj me ju, bashkëdhetar, atë përvojën, emocionet e mia që kam patur brenda kësaj një jave të qëndrimit tim në Tiranë. Kam parë, si gjithmonë, po kësaj radhe kam gjetur më të theksuar, zhurmat e tepërta. Ato makinat që nuk di nga ecin në për rrumbullaket dhe sy hynës, shoferët, boritë që betëm ju bjenë, zhurmë, ambulanca, polici, do të thënë, më kam bërë shumë përshtypje. Kam 30 vjetë që jetoj në Greqi, po këto kohët e fundit vi më tepër dhe vi këtu në Tiranë, por siç e dini, si terapiste energjetike, vere çdo gjë që është jashtë, është ajo pasqyrimi që kemi ne brenda. Dhe kësaj radhe më bëri shumë përshtypje e gjithë kjo gjendje, dhe gjëja më e bukur është që gjithmonë vi me makinë, e parkoj dhe nuk e lëviz, pastaj lëviz me taksi. Dhe me taksigjinti që udhtojmë, shëtisim, më ka bërë përshtypje që ndjejnë atë energjinë time dhe gjithmonë më pyesin, ju lutem me çfarë pune merreni, se keni një qetësi shpirtërore. Dhe për fat të mirë, dhe jam shumë e lumtur që dëgjoj meshkujt të më hapin zemrën, të më thonë, njëri tha, mund të më thuash diçka që kur ngrihem kam një dhimbje në gjoks, duke mos patur asnjë problem. Dhe i thash që siç bëjmë analizë në artës të vëllëzon të shpirtit të kodeve të dritës, thash më thuaj pak atë ditëlindjen tënde, që të analizoj një çka të karakterin ose të shkronjat të karmën, mision e shpirtit, sepse një mision shpirti që ka marrë, që ka ardhur për njerëzimin, për kolektivin, ashtu si edhe unë, ai ndjen energjinë e vendit, energjinë e njerëzve, dhe nga që janë taksigjin dhe hypin dhe zbresin shumë njerëz, ata marrin pa folur fare atë energjinë të atyre që hypin në taksi, sepse siç e ndjen atë energjinë e mirë, ashtu ndjen dhe atë të keqen, atë mërzitjen e tjetrit, gjithçka. Dhe më pëlqevi shumë kësaj radhe që filluan dhe burrat të hapin zemrën, dhe jam shumë e lumtur, dhe gjithashtu që të shkoj prapë atje tek dhe të vim në Dhelbi, asaj që dua të them, kësaj radhe kuptova energjinë e Shqipërisë dhe të shqiptarëve, por jo me gjë të keqe, atë shkaftësinë që kanë, që hynë në ato makinat ashtu dhe nuk përplasen. Do thënë, shikova gjithashtu atë zhurmën, ato borit që ju bjen, kanë të bëjnë me atë që ne si fëmijë nuk u dëgjuam nga prindrit, jo sepse s'doni të na dëgjoni, por sepse dhe ata nuk i dëgjovi njeri, makar je femër dhe je mashkull, sepse ishte bashkëria, vuajtjet e shumta, gjithçka. Por këtu jam të flas për zgjidhjen. Dhe zgjidhja është vetëm një, puna me veten tënde. Dhe prap kthehemi tek makinat që në mënyrë si ngasin, si parkojnë në mes të rrugës, nuk e kam bërë, kam shëtitur në shumë vende të botës, por këtë që kam parë këtu, nuk e kam parë në asnjë vend. Do të thënë ndalimi në mes të rrugës, do të thënë, dhe nuk i thot njeri asnjë gjë, ndalonin dje, merrni byrek, edhe ktheheshin prapë, po me qetësi, dhe thash, jemi një popull i zgjuar, i mençur, i vojtur, i cili ka mbijetuar, dhe vërtet është mbijetesë, akoma këtu në Tiranë që ka nga të gjithë vendet e Shqipërisë. Por dua t'ju them një mesazh të bukur, sot duhet të fillojmë të jetojmë, jo të mbijetojmë. Gjithashtu, para shëtitjes,
shkova ta një bukë sot zgjodha të mos jem asnjë, sepse shumë herë kam nevojë të ri në vetmi, në qetësi, dhe të përgatitem se nesër për të gjithë ju që doni të më ndiqni, do jem tek Vila 24 me Anila Celën në orën 10 në mëngjes dhe do flasim për emocionet dhe për gjëra të tjera, më ndiqni. Gjithashtu pash njerëz që dhe meshkujt, se më bën shumë përshtypje kjo e meshkujve, që kanë filluar të respektojnë gratë. T'ju hapin derën para se të hynë në restorant. T'ju kujdesin, t'ju vënë sallatën në pjatën e tyre, do më thonë, dhe më pëlqeu shumë. Shumë. Po gjithashtu, edhe ju që nuk e bëni dhe që tregojni si të ashpër, se të egër, e di shumë mirë pse nuk e bëni, jo se s'doni, sepse jeni shumë të dashur. Shpirti juaj dhe shpirti shqiptarit është bujar. Kemi bukuri të rrallë, por e di që nuk di si ta bësh. Prandaj jam këtu për të gjithë ju, për në individ, për në kolektiv, t'ju ndihmoj, të hapim zemrën dhe të ndjejmë emocionet dhe të mira dhe ato të këqija që s'ka të këqija emocionet, të gjitha janë të mira dhe nga aty fillojnë. Dhe më ndiqni për video tjetër se dua të t'ju tregoj një prallë, sepse nga libri që ka përgatitur 366 pralla, një prallë për çdo ditë për të kuptuar dhe liruar emocionet. Ato janë gjua e shpirtit dhe duhet të fillojmë të njohim, të lirojmë. Dhe ju bëj thirrje të gjithë njerëzve që kanë diçka në dorë, institucioneve, pushtetit, këtu, Edi Ramës, Ministrisë të Arsimit, kam shumë pegla të bukura për njerëzimin, si terapiste energjetike, trajnerë, shkrimtare, për të hyrë në për shkolla, për të bërë trajnime të ndryshme në universitete, në shkolla private, për edukatorët, për psikologët, për të gjithë nxënësit, për të hyrë ky libër në shkolla dhe jo vetëm, por edhe sistemi përfaqësik transformues 333, që të flasim dhe të shikojmë hierarki në familje, që tani të ne që këtu e tutje, të zgjohemi, të fillojmë të rritim fëmijë të lirshëm, të shëndetshëm, të njohin nevojat e tyre, të shprehin nevojat e tyre, emocionet e tyre. Dhe kemi mundësi. Jam këtu se për të gjithë ju, vërtet keni nevojë dhe keni vendosur të bëni diçka ndryshe. Të gjitha këto i bëj sepse ndërmjet shërimit tuaj kam shuar dhe shuaj veten time, sepse edhe unë jam një fëmijë që u rrita pa njohur emocionet, duke mbajtur shumë peshë mbi kurrizin tim, por dua t'ju them me përbojën time, puna me veten, me këto terapitë energjetike, njohja e emocioneve, më ndihmoi që unë të ndryshonja jetën. Ju dua shumë. Jemi një popull zgjuar, mos harroni, bujar, me energji shumë të lartë dhe do bëhemi dritë në të gjithë botën. Prandaj, mbani veten në qendër, lidhuni me veten tuaj, pranoni veten tuaj, pranoni nënën dhe papan brenda jush, që të vijë harmonia. Dhe jam këtu për këdo që ka nevojë. Dhe unë ja u kam nevojë ju dhe ju më keni nevojë mua në kuptimin e mirë të fjalës.